In a land where honor waits as much as life, where words are guarded longer than want, and where the past too often becomes a chain around the future, two families remain divided by a story no one remembers clearly. Yet everyone keeps alive. A feud inherited, a silence learned, a hatred passed from generation to generation. But sometimes, hope doesn't come from those who build a wall. It comes from those who refuse to inherit it. And sometimes, all it takes is a ball, a field, and two hearts beating for the same dream. Ishe prapë atë djaqët, e? Po, isha. Po e diti se cila është familja ti? E di, ajo është shoku im I skuadrës. Gjakbari nuk ka shok, ka vetëm borxhe. Atëherë pse po e paguaj unë diçka që se kam bërë? Some battles do not begin on the field. They begin many years earlier. Artit did not inherit only a surname. He inherited a feud, a burden he never chose to carry. Ku po shkon? Në stërvitje, trajneri tha të shkojmë herë sot, nese kemi finalen. Nuk del më me vështi. Qysh nuk dalë në aq shpejt? Sot mbush 18 vjeç, tani gjërat kanë ndryshuar. Çfarë ka ndryshuar? Neve jemi një gjak në familjen Dion. Jo, kjo s'është e vërtet. Dioni është shoku im më I mirë. Shoku nuk e fshin gjakun, dhe gjaku nuk harrohet. E po se zgjova unë këtë gjë. Asun. Një ditë do të luajmë në stadium të madh. Me drita dhe pagarde. Friendship does not recognize blood. It is born quietly when two hearts beat for the same dream. O Dion, sot mua më ndullen në shtëpi. Por e mua më ndoqën deri në shkollë. Sigur jemi kriminale. Ose sigur kemi vrarë dikë. Anti është një fajtor për diçka që se bër. E gjithmonë që e mendoj. Sometimes adults build walls, but the young look for windows. And sometimes all it takes is one person who listens to make you feel you're not alone against the world. Futbolli nuk e largon gjakmarin. E dim. Thjesht duam një vend ku jemi armiq. Nesër luani, më pas zgjidhni çfarë do të bëni. Today, they were not playing only for a draw. They were playing to prove that the future is not condemned to repeat the past. Every pass was a challenge to fear, every run a step away from hatred. Ata as nuk na pan. Mbase kam frikë. A mendon se do falen ndonjëherë? Nuk besoj se falje u është mësuar atëherë. Atëherë çfarë na mësuan? Se kjo gjë nuk marron veç me ne. Hate is inherited, but forgiveness is a choice, and every generation has the right to choose differently.